E para, si gjithçka në jetë, njëjtë edhe në sport, sa më shumë që mbledhem, aq më mirë është për gjithë. Kjo iniciativë mendoj që me hapa shumë të shpejt, faktikisht ka me i mundësu të gjitha klubeve. Iniciativa jonë është një iniciativë shumë e mirë, shpesh njerëzit thojnë se për çka po bëhet, ose për çka kanë një, cilat janë arsyet, cilat janë motivet që na me u mbledh. E para, si gjithçka në jetë, njëjtë edhe në sport, sa më shumë që mbledhem, aq më mirë është për gjithë. Sa më tepër që afrohem me njëri tjetrin, edhe ja kuptojmë hallet njëri tjetrit, aq më solidar bëhem, aq më tolerant, po edhe më shumë e kuptojmë atë shpirtin ekipor që në gjitha sportet vlen edhe ka peshën e njëjtë. Si në handball, si në volejboll, si në basketball, si në futsal, si për femrat, si për meshkujt është e njëjta. Krejt na e kemi një qëllim që në fund me fitu, po jo fitore me çdo kusht. Kjo iniciativë mendoj që me hapa shumë të shpejt, faktikisht ka me i mundësu të gjitha klubeve, sepse kur bashkoheni, kur jeni një kështu, e keni edhe fuqinë më të madhe. Fuqinë më të madhe të negocimit me këndo dhe kushdo, në për shembull edhe për gjona të sponsorizimit. Ne për fat të mirë në Kosovë kemi ligjin e sponsorizimit dhe kemi mundësi me josh edhe prej sektorit privat numër të madh të kompanive, të bizneseve të ndryshme, të cilët normal që kishin pas dëshirë të madhe me qenë të ndërlidhur me Prishtinën.